Yeah, first of all, congratulations for bringing Albania team in the playoffs. Shqip. You did a really... Shqip, okay. E para për atë që e sollën për herë të parë në playoff. Por kisha një pyetje në lidhje me Brojen. Broja ka kaq kohë që bën një performancë të dobët, që të jemi të sinqert. Dhe ju keni insistuar që të vazhdoni të afusni informacion. Mos ndoshta keni menduar ndonjëherë që ndoshta Broja në krahun e djathtë nuk është në vendin e dur, keni menduar që ta provonin qendër? Dhe sa do të vazhdoni me Brojen në këtë mënyrë, sepse në 2-3 raste në moment që është ndruar Broja ka kthyer loja. Dhe shoh një lloj indiferentizmi ke ky njeri pavarësisht të dhënave shumë të mira që të ka. Po sa kohë të shkohet vetëm me dhënat. Dhe ky është një opinion i përgjithshëm, pastaj ka edhe opinione të tjera që do t'i japim shans. First of all, congratulations for reaching the playoffs. I have a question about Armando Broja. It's been a long time that he's had weak performances, let's say, but I see that you have insisted on making him play anyway, and mostly on the position as a right winger. How long is it going to continue to play like this as a right winger? Because we've seen in some matches that when he has played as more as a number 9, or maybe when he went out of the game has changed, has improved. Përshëndetje, faleminderoj. Thank you so much. So I was just here, try to absorb the question. You have been seen in playing the last 2-3 months, or I don't know, as a number 9. I don't know if he's number 9 or not. He's doing some great match with us. I think he's even inside. When you play in against Serbia, it was a great game from him. And also sometimes some players doesn't have great performance, but just to compensate, to balance to the other part of the team, other players can play. So when you're talking about the team, you have to be a balance. When you just judge some players, we don't used to do that. You're not usually to do that. You're thinking about the whole team, the balance, defensive part, offensive part as well. And I don't know. He's one of the players that we have a lot of. Today we've got 25 players. If I see someone that can play for even Uzuni, just to compare, Uzuni can play to the right side, left side, striker, second striker. If I see Brian playing to the right side, left side, I will do that. Because we are not crazy. Of course, he will not play as a central back. But for me, it's not a problem. Sometimes we don't have a great day, we don't have a great performance, so you have just to leave. The player can play, but nothing more to say about. Në fakt, Broja ka bërë mirë në disa ndeshje me kombëtaren, në ndeshje me Serbin për shembull ka pasur një performancë shumë të mirë. Nuk është fokusi gjithmonë tek performanca që ka një lojtar në pozicionin e vet, por në fakt edhe tek disa lojtarë ndihmojnë në ekuilibrimin e skuadrës në shumë ndeshje. Dhe fokusi gjithmonë duhet të jetë që gjithë ekipi duhet të funksionojë që të ekuilibrojë, të krijojë një lloj balance për skuadrën. Dhe nuk fokusohemi dot vetëm tek një lojtar ose një aspekt, por gjithë ekipi është duke nisur nga faza defensive në mes fushë dhe faza ofensive. Ai është një nga lojtarët që ne kemi, një nga 25 lojtarët që ne kemi, por sigurisht nëse ndodh që një lojtar tjetër mund të bëjë një pozicion të caktuar, do të provohet, për shembull Uzuni mund të luajë edhe djathtas, mund të luajë si sulmuesi dytë, mund të luajë edhe majtas, nëse do të shikojë diçka të tillë sigurisht është mirë. Mund të mos kesh një ndeshje të mirë, mund të largohesh nga ndeshja dhe dikush tjetër mund të luajë më mirë, por kjo është e gjitha çfarë kam për të thënë për këtë rast. Hi, Slovenia. You mentioned England's defensive record. They haven't conceded a goal yet. Can you explain sort of tactically why are they so good defensively beyond just having good players? You're talking about England, yeah. And what would it mean to Albania to be the first team to score against them? And just secondly, about Armando Broja,
you explained that you had a word with him. Can you just explain what the matter was with him the other day? What's happened? Yeah, what was Right. what was the issue? Ju përmendët në fakt përmendët rekordin e kombëtares angleze që nuk ka posuar asnjë gol deri tani. Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë nëse do të arrijë të shënojë në ndeshjen e nesërme? Gjithashtu dhe pyetja e dytë në lidhje me Armando Brojon, ju përmendët pak disa detaje për çfarë ndodhi realisht me të. So, when you're talking about the English national team, so they don't concede goals because they are so strong and they have a great coach. When you just see the games in white, the way that players come back and try to attack the ball is unbelievable, so organized. I used to say to my players, so sometimes you have to read, to see the game again. Of course, that works for the staffs. So, and you make some question for ourselves. Why you conceded goals, why you don't concede goals? They don't give opportunity for the opponent. It's not because they play deep, not because they are very smart, great team, organized. So it's unbelievable. I've seen 2, 3, 4 matches in a white. They concede really just big things for the opponent. And I repeat again, I take this risk, but I think they're gonna play the World Cup, one of the favorite team to win the World Cup. Yes, of course, Argentina, Brazil, France, Spain, Germany, but we play against them. I'm seeing a lot of games from England. Great side. It's very difficult. You have to face them tomorrow. You're gonna do our best. Maybe if you score, we are happy. No, that's a joking. When you're talking about Brojon, I think he was upset to leave the pitch after 10 minutes, 12 minutes of second half. We are playing too much. We are trying to win the game. It was for everyone of us. It's like the most important game that moment. I don't know why he's upset, but he's sort no problem at all. It's nothing. We have no problem. I spoke to him. It's easy. Spoke to the group, the team, and everything is sorted. Thank you. Anglia është një ekip që realisht nuk poson gola, kjo dhe sepse janë një ekip shumë i fortë dhe kanë një trajner shumë të mirë. Kur lojtarët kthehen edhe marrin në posedim topin, kanë mundësi që të bëjnë një ndeshje shumë të mirë. Nuk i japin mundësi dhe kundërshtarëve të tyre që të shënojnë gola kundër tyre sepse janë realisht shumë të organizuar. Unë e thash edhe më përpara, besoj se ata janë një ndër favoritët për të fituar Kupën e Botës së bashku me ekipet e tjera si Franca, Brazili, Argentina, Spanja e tjerë, Gjermania. Kanë realisht një ekip shumë të shkëlqyer, kanë parë dhe ndeshjet e tjera të tyre, duke analizuar. Nëse arrim të shënojmë kundër tyre, do të isha shumë i lumtur patjetër. Për sa i përket çështjes së Brojës, ai ishte pak i mërzitur në momentin që la fushën për të zëvendësuar, nga minuta